Pse nuk duhet të nxitosh gjatë namazit? Selamu aleikum. Sot dua të flas për një gabim që shumë njerëz e bëjnë pa e kuptuar. Nxitimin gjatë namazit. Namazi nuk është thjesht një lëvizje. Nuk është vetëm të bësh rukun, sejdën dhe të mbarosh sa më shpejt. Namazi është takim me Allahun. Është momenti kur zemra qetësohet, kur robi qëndron para krijuesit të tij me përullësi, me respekt dhe me vetdije. Kur njeriu nxitohet në namaz, ai humb selbin e tij, humb qetësinë, humb përqendrimin dhe shpeshherë humb edhe përullësinë që duhet ta ketë para Allahut. Disa falen sikur po kryejnë një detyrë për ta hequr nga lista. Por namazi nuk është barë, është nder. Nëse shikon mirë, çdo pjesë e namazit ka kuptim. Kijami, rukuja, sejdja, të gjitha janë adhurim. Kur i bën me nxitim, ti nuk i jep secilës pjesë hakun e vet. Trupi lëviz, por zemra nuk është e pranishme. Namazi kërkon tumanin, qetësinë dhe qëndrueshmëri. Herën tjetër kur të falesh, mos e trajton namazin si diçka që duhet ta kryesh shpejt. Merr frymë, qetësohu, kupto para kujt po qëndron. Jepi çdo lëvizje kohën e saj. Jepi çdo fjalë peshën e saj. Dhe jepi zemrës tënde mundësinë ta shijojë adhurimin. Sepse namazi i nxituar të hiq një obligim nga supet, por namazi me qetësi mund ta ndryshojë zemrën tënde. Allahu na bëft kreatyre që falen me përullësi, me qetësi dhe me sinqeritet. Thuaj amin.